Bordi i Transparencës ka publikuar më 2 maj çmimet e reja tavan për karburantet në vend, të cilat kanë hyrë në fuqi në orën 16. Sipas vendimit, këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit, ku pritet të reflektohen ndryshime të tjera në varësi të tregut. Për nën produktin gazoil naft, çmimi maksimal i shitjes me pakicë është përcaktuar në 206 lek për litër, ndërsa për tregun me shumicë nuk duhet të kalojë 194 lek për litër. Këto kufi janë të detyrueshëm për të gjithë operatorët, të cilët operojnë në tregun e karburanteve. Ndërkohë, për benzinën çmimi maksimal i shitjes me pakicë është vendosur në 184 lek për litër, ndërsa në tregun e shumicës nuk do të jetë më i lartë se 172 lek për litër. Edhe në këtë rast, zbatimi i këtyre çmimeve është i detyrueshëm për subjekte tregtare. Autoritetet kanë deklaruar se çdo shkelje e këtyre çmimeve do të shoqërohet me masa ndëshkuese, duke përfshirë edhe deri në pezullimin e aktivitetit për operatorët të cilët nuk respektojnë vendimin. Ky kontroll synon të mbrojë konsumatorët dhe të garantojë konkurrencë të ndershme në treg. Në sqarimin shoqërues të vendimit, bëhet e ditur se sipas aktit normativ në fuqi, ulja e akcizës aplikohet vetëm kur çmimet e karburanteve të i kalojnë pragje të caktuara. Duke qenë se çmimet aktuale janë nën këto kufi, akciza do të vijojë të aplikohet në nivelin e plot, pra 100%.